Teksti i ligjit për mbrojtje nga duhani ka përfunduar dhe pritet që të hyjë në procedurë parlamentare brenda 2 javësh, deklaroi sot gjatë një vizite në Gostivar ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Kohë më para i kishte deklaruar se ngarkesa ekonomike është thuajse 4 herë më e lartë nga të ardhurat e përgjithshme që shteti grumbullon nga akcizat e prodhimeve të duhanit, respektivisht për çdo denar që hyn në buxhet përmes akcizave. Ekonomia harxhon 4 denar për t'u përballur me pasojat shëndetësore. Ligji për mbrojtje nga duhani ka mbaruar, kemi tekstin përfundimtar, të mërkurën tjetër kemi takimin përfundimtar me të gjithë stakeholderët. Pas këtij takimi do të vazhdon procedura administrative në nivel të qeverisë me idenë që për 2 javë të jetë pjesë procedurale në parlamentin e shtetit tonë. Nga industria e duhanit vlerësojnë se kufizimet e tepërta në projekt ligj nuk do ta ulin përhapjen e pirjes së duhanit, por do të çojnë në rritjen e tregtisë ilegale me produkte nikotine, si dhe për një rënje serioze të ardhurave buxhetore. Para disa ditësh reaguan edhe tregtarët me pakicë, sipas depozitave të projekt ligjit. Ata kanë një periudhë prej 6 muajsh për t'i përshtatur objektet e tyre në mënyrë që produktet e duhanit të mos jenë të dukshme për blerësit dhe të ruhen në rafte të mbyllura. Ata vlerësojnë se rregullat e reja do të krijojnë një presion serioz financiar mbi bizneset që tashmë po operojnë me burime të kufizuara.